Qani, Sali Berisha ka vajtur dhe po premton statusin e minatorit përsëri në Bulqis për të 34 vit rresht. Sali Berisha për mua është i pa fytyrë për ne minatorët dhe ish minatorët, sepse që kur ja dham pushtetin, ja dham ne ish minatorët dhe asnjë tjetër. Sali Berisha për ne vetëm premton në ajër dhe nuk ka bërë asgjë për ne 34 vjet. Do më thënë që janë në pushtet këta s'kanë bërë asgjë. Dhe unë shikoj pa fytyrësinë e tij sot që ka dalë para minatorëve dhe ish minatorëve të Bulqizës, dhe më vjen rënd për ata minatorë dhe ata ish minatorë që e presin Sali Berishën atje në Bulqizë, sepse në vitin 2011 Sali Berisha bëri gjitha të protest, i bëri Bulqizës shtetërrethim që qanin gratë dhe fëmijët në përshpira për njerëzit që ishin në minierë. Nuk e di, këta janë njerëz së pa fytyrë që flasin për minatorin kur patën 35 vjet kohë, nuk patën një ditë, nuk patën një vit, dhe si bërën asgjë. Çuditem, po shoh shumë fytyra që i kanë marrë këtej nga Tirana.